Qeveria e ka bërë pjesë të komisionit pranues të konkursit për drejtor të përgjithshëm të aviacionit civil, zyrtaren që 3 kandidat për pozitën e drejtorit kishin kërkuar të përjashtohej. Kandidatët Arjanit Islami, Besnike Ukmata e Lendita Berisha me pretendimet për konflikt interesi i kanë kërkuar AAC-s para se të shpallej lista e ngushtë e kandidatëve që ta përjashtojnë nga procedura administrative e rekrutimit shefën e burimeve njerëzore Safete Selmani. Por trajtimin e kërkesës për përjashtimin e Selmanit, ushtruesi i detyrës së drejtorit të AAC-s Burim Dinarama e ka konsideruar jashtë kompetencave të tij. E ka thënë këtë në përgjigje që ua kishte dërguar kandidatëve. Drejtori i AAC-s mund të jetë vetë kandidat. Prandaj çdo veprim dhe përfshirje në këtë proces do të konsiderojë ndërhyrje dhe do të përbënte një konflikt interesi. Rrjedhimisht, drejtori i përgjithshëm nuk ka as përgjegjësi dhe as të drejtë të ndërhyjë në këtë çështje. Për fazën e vlerësimit paraprak aplikacionet e kandidatëve i ka verifikuar pikërisht Selmani. Në emailin e tij drejtuar kandidatëve, drejtori u kishte thënë se qeveria është përgjegjëse për fazën e mëtejshme. Koha e ka pyetur ushtruesin e detyrës së drejtorit të AAC-s Burim Dinarama nëse kërkesat e kandidatëve i ka adresuar tek qeveria, por ai nuk ka kthyer përgjigje. Por përveç AAC-s, kandidatët e kanë njoftuar edhe zyrën e kryeministrit për konfliktin e interesit që pretendojnë se ekziston mes tyre e Selmanit. Pa ju kthyer ndonjë përgjigje atyre, në mbledhjen elektronike të së premtës, qeveria e bëri Selmanin pjesë të komisionit shtetëror për vlerësimin profesional të kandidatëve. 3 kandidatët kanë insistuar se pjesëmarrja e saj në komision përbën konflikt interesi me që pretendojnë se brenda një procedure rekrutimi, Selmani i kishte vlerësuar aplikacionet e tyre njëherë të suksesshme e njëherë të pasuksesshme. Ata kanë theksuar se me të kanë qenë të përfshirë në padije kallëzime penale kundër njëri tjetrit, për të ankohen se u ka administruar edhe informacione të gabuara në CV-t e tyre. Por Safete Selmani nuk i ka komentuar pretendimet e kandidatëve. Ajo ka thënë se për këtë është përgjigjur drejtori Dinarama në emailin drejtuar kandidatëve. Drejtori i përgjithshëm është përgjigjur parashtruesve të kërkesës dhe institucionit që ka iniciuar konkursin. Safete Selmani ka bërë vlerësimin paraprak të kandidatëve edhe në konkursin e kaluar për drejtor të AAC-s, ku në listë ngushtë ishin futur 3 kandidatët që nuk i plotësuan kriteret. Për pasojë KPMSHC-ja e pati rikthyer konkursin në fazën e testimit paraprak. Konkursi më pas është anuluar nga AAC-ja dhe është hapur i riu disa muaj pas.